Dhomat e specializuara të Kosovës nuk kanë një datë të saktë se kur do të shpallet vendimi për 4 ish udhëheqësit e ushtrisë çlirimtare të Kosovës, që akuzohen për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit. Në një konferencë me gazetarë, zëdhënësi i gjykatës me Selina Hag, Michelle Doyle, tha se sipas rregullores, supozoj që vendimi të merret brenda 3 muajsh pasi të përmbyllet procesi deklaratave përmbyllëse deri më 30 janar. Zëdhënësi shpjegoi se dhe një nen tjetër mund të zgjasë edhe 2 muaj për marrjen e vendimit, rast ky i jashtëzakonshëm ku gjykatësit do të jepnin një shpjegim dhe arsye. Ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, ish-kryeparlamentarët Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe ish-deputeti Recep Selimi vijojnë të mbahen në paraburgim prej nëntorit të vitit 2020. Sipas aktakuzës, ish-krerët e UÇK akuzojnë për krime kundër njerëzimit dhe krime lufte, përfshirë vrasjen e më shumë se 100 viktimave, si dhe mbajtje në paraburgim në mënyrë të paligjshme e torturimin e qindra viktimave. Aktakuza thotë se 4 të akuzuarit dhe anëtar të tjerë të UÇK-s ishin pjesë e një ndërmarrjeje të përbashkët kriminale dhe kanë ndarë qëllimin e njëjtë për të marrë dhe ushtruar kontrollin në gjithë Kosovën me të gjitha mjetet, përfshirë edhe eliminimin e kundërshtarëve.